Të njeni të rëzeni, i këti ligjë, të përcaktohen situatat e qeverisë, edhe kur përfundon mandati i rregullt i saj, që tha dhe profesori. Që në kupton ajo më në është qeverinë dorëheqje. Dhe i ka gjitha kufizimet e përcaktuara nga njeni të rëzeni. Thot aty me përjashtim të rasteve, kur ka gjendje të jashtëzakonshme, shpallje, gjendje të rëndë të fatkeqësive natyrore, apo kur shteti ka me të pamiratim të buxhetit. I lejohet mundësia që me i anashkalu këto dispozita dhe qeveria me propozu buxhet Parlamentin e Kosovës, i cili mund të jetë hala funksional. Edhe drejta thot, në faktikisht i ka dhe disa kufizimet e tjera, që i përfshin nuk ose me propozu ligje, strategji, koncept dokumente, as marrëveshje ndërkombëtare që ratifikohen në Parlamentin e Republikës Kosovës. A kusht me marrë vendime pra si që është rasti i djeshëm, kur marrë vendime për emërime, por po se ishte emërime dje. As emërimet e pozitave të larta publike, e kitë specifikuva aty në projektisht, do përdojnë, kjo qeverit praktikisht shëndërot, ose unë them, i ndërot statusi. Pro, ka lënë që më thotë dhe profa, në një qeveri me mandat në dorëheqje. Dhe i ka gjitha kufizimet pastaj dhe i ushtron ato kufizimet në kuptimin simbolik. Pra, të administrimit të punëve të thjeshta, edhe kështu mund të cilësojmë ndoshta edhe pak ma kështu moral laksuse, të vetëm punë këta që i kanë me vota shëtuti është në ditën kur zgjedhet qeveria e re, me shku me ndërzu mandatin. Po, do më thonë, këta me sot e përfundojnë kështu, nëse merr me interpretu logjikën që e ka ligji për qeverinë. Sepse me një farforme e ndërlidh mandatin e qeverisë me mandatin e deputetëve të kuvendit, e që kushtetueshmërisht e dinë kofa nuk ndërlidhen. Nuk ka stres më lidh mandati i kuvendit edhe mandati i qeverisë me njëra tjetër. Nëse se nuk na ka fort pra me lexu këtë ligj se na ra sefte me çu mandatin deri në fund. Mirë po, nëse e lexon në një vështrim të parë, pra a ka një logjike kufizuese ky ligj që thotë që qeverinë duhet me zgjedh shpejt. Po se të mbetesh pa institucione. Patjetër. Momentalisht ne jemi në situatën sikur me u pas përfundu mandati i qeverisë me mocion mosbesimi ose dhënie dorëheqje kryeministit. I kem praktikisht situatën e kem të tillë. Vetëm se juridikisht edhe në ligj atje shkruan që kemi përfundim të mandatit të rregullt. Ndërsa pas momentit që përfundon një mandat i rregullt 4 vjeçar fiks, situata ditët pas deri në zgjedhjen e qeverisë së re, nuk e kemi të qartë çka do të ndodh. Ta shtrohet pyetja logjike, kujt ia ofron dorëheqjen nga qeveri? Kur nuk ke mandat, konstituimit të ri, mandatin i parë, nuk e ka logjika. Pra, prandaj kërkohet harmonizim, por është hera e parë që po aplikohet dhe sigurisht që ky ka me pas nevojë për plotësim ndryshime dhe harmonizim plot me nenin 95, nenin 65 të kushtetutës dhe nenin 84 ku e implikon edhe presidentin këtu në situatat kur ka me mandatu kandidati. Bugashko, le të flasim pak edhe për Komisionin Qendror Zgjedhës, se jemi po pak se kemi shndruar pak në humor këtë punë. Përfundimisht ja çetën pikën, mas 7 ditë, 46 ditë. Është hera 2 që kemi të zoti shtemi kështu. Nuk është i rekordi është në vitin 2019, 52 ditë i ka marrë kohë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve me certifikuar rezultatet e zgjedhjeve. Megjithatë tani edhe kjo ka ndodhur pak edhe pasojë se kemi pas ndryshime ligjore. Kemi pas ndryshim të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe janë modifikuar disa aspekte procedurale të administrimit të procesit të votimit.